1 tetor ngriuni për vendin tuaj. 1 tetor është festa e Kinës. Kur kemi qenë në fillore, diku te Emin Duraku, më e mend që na dërgonin thuajse me detyrim në stadion për falas për të parë ndeshjet me ekipet kineze. Mbaj mend një ndeshje 5-2 kur për herë të parë ka luajtur Belat Musta. Hakim Faku, mjeshtri i madh i basketbollit, ka pasur një përplasje me një nga kundërshtarët kinezë që sillej me dhunë ndaj tij dhe u pezullua për një kohë gjatë se nuk i dha dorën. Kishte miqësi e stisur. Sot në këtë tetor fillimisht do të dalja tek gara e Tiranës, sepse është në finish unë mendoj se duhet të jetë një emërim politik. PD-ja dhe LSI-ja i kanë potencialet. Belinda Ali Mehmeti, Këlliçi, pse jo. Për mua, Adriana Kalaja, Edith Argji, mbase dhe Albana Vokshi për të qenë femër me femër, kurse nga LSI-ja mund me erë, Agim Nesho ta provonte që duke marrë dhe vota nga të majta si LSI, mund të ishte fitues. Por jo hije rënjë të Sorosit në Shqipëri. Sorosi është një kancer këtu. Unë nuk mund të imagjinoj dot që të opozita të ketë ende hije të Sorosit. Departamenti i Drejtësisë amerikane ka filluar të përgatisë çështjen për të marrë të pandehur 95 vjeçarin George Soros. Kështu shqiptohet. Schwartz ka qenë mbi emrin e tij. Ai ka një pasuri rreth 7.5 miliard dollar, sipas Forbes Magazine. Prallat e tjera që ka më shumë nuk ekzistojnë. Por ka dhënë 15 miliard dollar tek grupet ekstremit majt në Amerikë dhe në botë. Rreth 500 milion ka dhënë për Bidenin dhe ka dhënë shumë për organizatat e fëmijëve. Parat e gjakta të Sorit, parat e zeza, kanë dëmtuar shumë Amerikën. Ka financuar prokuror distriktesh radikal si Kim Fox në Chicago, Larry Krasner në Philadelphia, George Gascon in Los Angeles, të cilët kanë lejuar që krimi të gëlojë në këto jurisdiksionet. Bill O'Reilly, mik i Focusit, është ndër të vetmit që për 3 dekada ka luftuar ndaj Sorosit. Dhe ai thotë që unë nuk e kuptoj përse kjo figurë don të shkatroj Amerikën dhe të jetë kaq i butë në politikat e krimit dhe të kërkoj të vendosë në përzyra njerëz që janë kundër kapitalizmit. Mbase kjo nuk është një krim, thotë. Por Sorosi ka legjione të mirë paguara të avokatëve që e mbrojnë. Kështu që një referencë kriminale duhet bashkuar, thot Bill O'Reilly, me një metodë, me mënyra metodike të përpikta. Tashmë kur Trump kërkon ta shkatrojë networkun e Sorosit, i takon opozitës të bëjë këtë gjë në Shqipëri. Nuk duhet të ketë as në Këshill Kombëtar, as në kryesi, as deputet njerëz që janë sponsorizuar nga Soros. Pik. Në qoftë se duam të kemi një djathtë, në qoftë se duam që të shkojmë paralel me platformën e madhe të Trump, Rubios dhe Magës. Natyrisht që Amerika ka problemet e saj, natyrisht që Amerika nuk e ka vëmendjen të ne. Sot është mbyllur qeveria federale, shutdown. Për t'ja u zbërthyer thjesht, sepse unë jam njeriu thjesht, ndaj komunikoj me ju në këtë mënyrë, qeveria financohet çdo vit me buxhet dhe duhet të kalojë, por në Senat duhen 60 vota. Pra, është qeveria e minorancës për të kontrolluar majorancën. 3 demokrat kërsyen dje shkuan me republikanët. Duan dhe 2 tjerë. Demokratët njihen për shpenzimet mëdha. Duan që të kaloj billi për të financohet qeveria, të rifillojnë dhe njërë ndihma
e huaj e USAID-it, që Trumpi nuk e bën kurrë, dhe shpenzimet e sigurimeve shëndetësore të shkojnë në kohën e Covidit. Fetterman i Pennsylvanias tha që unë nuk jam me partinë time në këtë moment, duhet financojmë qeverinë. Një shutdown i qeverisë bën që punonjësit federal të mos paguhen, por Trump ka kërcënuar, nuk do t'i pezulloj përkohësisht punonjësit federal, por përgjithmonë, do të shkarkoj sa më shumë tjetë mundur. Trump kërkon që dali diktues. Shumë nga mediat e majta akuzuan DS i Tiranë, dikush që 5 herë ka mashtruar për të mos shkuar në armë, një njeri që ka pasur 34 akuza, madje edhe për grupi strukturuar kriminal, që foli përpara generalëve me një gjuhë propagandistike, aq më tepër që ka një sekretar të Pentagonit figurin. Generalët qëndruan si shkëm, as nuk duar trokit e kush, dhe dihet që generalët mbi 90% janë republikanë. Nuk e ka të lehtë zoti Trump të ushtria. Deep State-i ekziston. Por ajo që ai po bën, duke dashur të shkojë tek banka e të akuzuarve, njerëz shumë të pushtetshëm të Deep State, unë them se ka drejt. Ish drejtori FBI, Comey, ish drejtori CIA-s, Brennan, të cilin e kam pasur në fokus, ish kreu inteligjencës, Clapper, kanë gënjur dhe kanë dhënë dëshmi të rreme në Kongres dhe Senat. Në qoftë se çdo zyrtar tjetër do të kishte kryer këtë pengesë të drejtësisë dhe të jepte dëshmi të rrema, do të dënohej. Tani, a është drejtësi e vonuar kjo e zoti Trump, apo është hakmarrje politike e tij? Gjithkush beson atë që do të besojë. Edhe këtu ndahen në kampe. Por në qoftë se ekziston këtë Deep State dhe personat kanë pranuar që kanë gënjur në Senat dhe Kongres, kjo nuk duhet ndodhë më. Pra, janë persona me shumë pushtet, të cilët shikojnë nga lart poshtë Senatin dhe Kongresin, sepse e dinë që kur nuk do të bien tek rrjeta e drejtësisë. Zoti Trump i bën një shërbim të madh vendit. Departamenti i drejtësisë ka qenë i politizuar në kohën e Bidenit. Thuajse e gjysma e gjykatësve në gjykatat amerikane, emërimet radikale të majta nuk japin drejtësi, por mbajnë anë politike. Wokizmi, DI, ka depërtuar thellë gjithkund. Ndaj, zoti Trump ka shumë drejt që i duhet thënë stop wokizmit edhe në ushtri, edhe tek generalit. Një vend i vogël si Yni, natyrisht që duke qenë pjesëtar i NATO-s, syt duhet i ketë nga vende që janë aleate strategjike reale me ne, mbi të gjithë Amerikën. Nuk është e lehtë, është e vështirë që çështja e jonë të vi deri këtu. Natyrisht që ambasada amerikane në Tiranë vëzhgon, hulumton dhe e ngarkuara me punë, që cila ka potencën e ambasadorit, është si presidenti i Amerikës. Ajo kontrollon të gjithë ambasadën. Siç është kreu inteligjencës në shtëpinë e bardhë, është shefi stacionit në ambasadë, që mbulon FBI dhe CIA. Ata informojnë çdo ditë. Nuk më pëlqen që edhe ngarkuara me punë, ka filluar të jetë dashuruar mas kamerave. Është normale në protokoll që ajo të bëjë takime me ministrët. S'ka pse merr kamerë me vete. A e bën këtë në Gjermani, në Itali, në Poloni, në Rumani? Jo. Natyrisht është një trysni ndaj qeverisë, por indirekt dhe një njohje ndaj një qeverie që ka vjedhur zgjedhjet. Dhe aq më tepër, duhet të jenë transparent me deklarat mbas takimeve. Më shumë se çfarë kanë thënë. Dhe në qoftë se dikush
partizanit Majtës do të gëzoj, na ka njohur qeverinë, Ramën se ka takuar. Ende. Nuk e hul hundën Rama, sepse ajo nuk është ambasadore, nuk është niveli i tij, apo është mesazhi i qartë që Edvini është. Dikush nga Tirana më pyeti që këto deklaratat e deputetëve të PD-s, në rastin e Jurikim, a vinë deri aty? Si ish diplomat, si gazetar i atashuar pranë medias tuaj, pranë departamentit të shtetit, mos keni dyshimin më të vogël. Çdo gjë kalon, vjen te desk oficeri i Shqipërisë, ja kalon drejtorit vet, tek Byroja e Europës, është shumë e vështirë që të shkojë deri tek zyra e Rubjas, te tavolina e tij. Amerikanët kanë përparësitë të tyre, mbi të gjitha është interesi kombëtar i Amerikës dhe interesi ekonomik me këtë administratë. Natyrisht që gjithkush nga emërimi i fundit i Jurikim krijoni shije të keqe. Është ajo që në Amerikë anglisht është tit for tat. Do të thënë, mi jep t'jap allazhverisht turqisht. Jurikimi ishte një ambasadore mediokre. Një tetor ngriuni për vendin tuaj. Shkatroi lidhjet Shqipëri-Amerikë. Hapthas kundër opozitës shqiptare, përmendi fjalët e Enver Hoxhës do hani bar. Ku e gjente gjithë këtë forcë dikush që s'kishte kapacitet? Kishte qenë shef e kabinetit Blinkenit kur ai ishte numri 2 departamentit dhe afër oborrit Colin Powell në Republikanë. Dhe shkon e punson një nga kompanitë republikane, Exxon. Favoret e mëdha kur ka qenë ambasadore, dëmi madh ndaj Shqipërisë, s'pak duhet të hetojë. Këtu përgjohen gjithkush me pasaport diplomatike që vjen nga Shqipëria. I din të gjitha, supermarketet janë pront liderëve global, hotelet që ndërtohen si aksionari fshet, ato çantat diplomatike që dikur fusnin kesh, për kohët e fundit janë me gur të çmuar me diamante nga ata njerëzit e Arubave, e të krimit. Tolerimi dikur mbaron. Natyrisht që amerikanët, të paktën në administratën e Biden, kanë kërkuar që të ruhej statu quo-ja. Por duke parë se çfarë po ndodh në Europë, se si kjo administratë po mbështet djathtën kudo, ja thash dhe dje, në Holland janë ngritur, në Britani gjithashtu, në Gjermani, në Itali e keni parë. Për të mos folur për Greqinë që kanë një zemër proteste shumë të madhe. Vetëm kështu mund të përmbyset narkoshtetin në Shqipëri. Në qoftë se nuk keni një kandidat për Tiranë, mos jeni fare në zgjedhje. Hije mbeturinat e Sorosit, mos guxoni të veni kandidatur për Tiranë. Ofendoni ata 500.000 votues besnik. Unë besoj se PD-ja ka këtë forcë, ka shumë njerëz. Jo tek kthesi i Sorosit, i cili shumë shpejt, edhe pse 95 vjeçar, do të jetë në bankën e të akuzuarve nga departamenti i drejtësisë Trump. Është lajm i madh. Nuk ka nguxuar më parë. Dhe në qoftë se fillon e depërton tek parat e zeza të tij, do ta nxjinë më shumë qeverinë e Ramës se sa e nxjiu raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit. Miqvet mi, falenderoj që ndjekin në këtë kanal. Shikuesit e shumë në Amerikë, në Kanada e në Europë përmes Focus TV pa diskutim. Kanalet shqiptare janë në krizë të madhe, vetëm 2-3 kanale paguajnë. E turpshme, spaku duhet hetoj. Në kanale piramidal, nuk po përmend emra. Ju vetë i shikoni, ndiqni atje. Me njerëzit e thjesht komunikohet me mënyra të thjeshta, me modesti. Dhe mbi të gjitha mbret është e vërteta, fakti. Natyrisht që unë e di që
duke mbrojtur të vërtetën, thuaj se 40% atyre hijeve të kuqe i ke armiq. Nuk i dua. Mund të dëgjojnë, mund të mësojnë, por obligimi im gjithmonë ka qenë për këtë grup të qendrës djath, ndaj të cilëve kam një hua të madhe, jo se kam bërë pak për të përndjekurit, për shkaturit, por prapë ndjej se është pak. Ndaj, fokus vazhdon ashtu siç ka nisur. 18 shtator, ngrihuni, luftoni për vendin, për kombin tuaj. Moto e Bill O'Reilly. Kudo në Shqipëri.